Po jetu fol diçka që nuk i drejt për respektu. Nuk i drejt me mu. Ja merr fjalë. Është gjyqtarja. Lutem. Unë nuk e shpaqe. Është gjykata që më mirë që s'është. Është gjykata kolegë që më lutem. Rrugën Bill Clinton në Prishtinë, derisa ishte duke drejtuar pa patent shoferëve turën e tipit. Në ato momente në shëritën e mesët të trafikut ishte duke lëvizur një kamion dhat dhe me të arritur pronë Euroroleta i pandehur me pjesën e parë ballore e godet të ndjerën në pjesën e djathtë të trupit dhe e herë mbi mbuloj të motorit, i cili e godet me kokë pjesën e mesit të xhamit frontal. Ndjesh i fajshëm i pafajshëm? Po. Kërkoj nga ana juaj që të obligoni mediat që të marrin vetëm sekuencat e seancës, ndërsa pjesën tjetër e mbyllur nga ana tyre. Konsideroj se mediat dhe publiku mund të janë pa kufizim në gjykatore dhe nga në bazë të shkresave të lëndës. Vërtet në bind si profesor si fondit të dëmtuar se dhe procesi e timit është tentuar që në një mënyrë të degradohet. Ja, qështore. Por që lori janë. Prandaj ju kisha lutur juve kolegë ndërru me respektin më të madh, është gjykata që mund të më merr fjalën. Ju keni të drejtë të reagoni mas aty. Krejtë shtrëmove punën e mediave. Jo se shtrëmove, po jo shtrëmove. Me respektin më të madh. Unë ju përcjella se unë nuk ju reagova. Nuk ju reagova lutën për dorën. Gjyqtare është të devijuar e seanca. S'është koha për mi thonë këtë gjame. Ka fjallë për këtë. Sepse për vitet time... Po më në një po më nëzirni argumente. S'është koha asë momenti. Mos të përgari lutën. Ju s'keni drejt më mu. Me respekt. Po jetu fol diçka që nuk i drejt për respektu. Nuk i drejt më mu. Ja merr fjalë. Është gjyqtarja. Lutem. Unë nuk e shpaqe. Është gjykata që më mirë që s'është. Është gjykata kolegë që më lutem. Që më ndalë fjalën. Sipas opinionit time. Keni thënë që praktikisht ka pi pasë drejti, është drejtuar Inspektoratit të Policisë të Kosovës, mbi çka dhe s'ka pas sukses. Për më sukses të garantuar sipas ligjit. Pa la dëmtuar, domethënë, se s'ka pas njëri. Për ndryshe, kisha qenë në fillimit, kishte me pas sukses dhe ndaj hetuesve. Faleminderit shumë, me respekt. Gjithashtu, unë marr atë vendim dhe ju lejoj për të bërë incizimin e kësaj seance. Këto prokurori Në bazë të nenit 234 dhe nenit 235 kodit procedurës penale, ushtrojnë akt akuzë kundër të pandehurit Vullnet Goshi me të dhënat sinopsis verbal, sepse njëjti me datë 2 dhjetor 2023 rreth orës 12:20 në rrugën Bill Clinton në Prishtinë, derisa ishte duke drejtuar pa patent shoferëve turën e tipit Porsche me ngjyrë të kuqe me targa 2G në shëritën e djathtë të dedikuar vetëm për lëvizjen e autobuseve dhe taksive, nga pakujdesia ka vepruar në kundërshtim me nenët 53 paragrafi nenën 13 paragrafi 4 dhe 231 paragrafi të ligjit për rregullat e trafikut rrugor, ashtu që duke mos e përshtatur shpejtësinë në lëvizjes të kushteve të rrugës, gjendjes dhe llojit të rrugës në mënyrë që të ndalë mjetin para çdo pengese që mund të paraqitet, ka rrezikuar trafikun publik dhe ka dhënë në rrezik jetën e njerëzve në atë mënyrë që derisa i ndjeri Ferhat Bejtullahu ishte duke kaluar rrugën në kundërshtim me nenën 143 paragrafi 3 të ligjit për rregullat e trafikut rrugor jashtë vendkalimit të komisorëve, gama e majtë në të djathtë drejtimin e lëvizjes së automjetit. Në ato momente në shëritën e mesët të trafikut ishte duke lëvizur një kamion dhat
dhe me të arritur pranë Euroroleta i pandehurit me pjesën e parë ballore e godet të ndjerën në pjesën e djathtë të trupit dhe e hedhë mbi mbuloj të motorit, i cili e godet me kokë pjesën e mesit të xhamit frontal dhe bie në anën e djathtë të automjetit në rrugë. Me çrastin ndjeri si pasojë goditjes ka ndruar jetë rreth orës 18:20 në shërbimin në qendrën klinike universitare, ndërsa sipas raportit të autopsisë me numër NA 23-430 të datës 12 dhjetor 2023 konstatohet se vdekja e tanit të ndjerit është e ndonshme dhe ka ardhur si pasojë traumës së shumëfisht me shembje ndryrje hemorragjike trunore, me gjakderdhjen e cipat të buta të trurit, me gjakderdhjen e barkushe të trurit dhe me gjakderdhje të brendshme në kafazin e krahërorit, e shoqëruar me dëmime të tjera trupore si rezultat të veprimit mekanik të mjetit të fortë dhe të forishëm mbretës, jo i mbretë, por i topitur, si rrjedhoi aksidentin në trafik. Me këtë i pandehuri Vullnet Gashi ka kryer veprën penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 370, paragrafi 9 lidhur paragrafin 6 dhe paragrafin 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Faleminderit, prokuror. Sorti pëndërja këtë kjo që ta trafikë a këtë këtu? E kjo. Ndjesh i pajshëm i papajshëm? Po. Me që se pandehuri deklaruar i papajshëm, marim Vetë vullneti për edhe mbrojtja shpreh ngushtime dhe keqardhje për rastin që ka ndodhur, nuk ka pasur mundësi çmendjes të aksidentit, kur deri te aksidenti ka ardhur me lëshimet e vetë të mësorit. Do t'i provoj me prova materiale se Vullnet Gashi ka pasur patent shofer në momentin e aksidentit dhe atë patent shofer të shtetit gjerman valid, me vendimin e komisionit për vendosje në policinë e Kosovës me numër KVNR 8814 për 2024 ja ka aprovuar kërkesën për përsëritje të procedurës kundër vajtëse e vullnetit dhe ka konstatuar se ka qenë ndalesa e ekzekutueshme deri me datën 30/8/2023, që do të thotë se kundërligjshëm është marrë patent shoferi nga policia dhe sipas kësaj i njëjti e ka pas patentin edhe ato të Kosovës valid. Shërtimi këtu do të pritet dhe do të vazhdoj për një tuatit në këtë hapër.